Të shpallur në kërkim për krime kundër personit pronës, kape në hyrje të Republikës së Shqipërisë dhe vijnë pra nga dy shtetas, shërbimet e policisë kufitare në qafë Prush, si rezultati i kontrolleve të shtuara dhe i shkëmbimit të informacioneve me strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, kape në hyrje një 26 vjeçar banues në fshatin Qarr Has. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim për llogari të Komisariatit të Policisë numër 2 Tiranë, pasi Gjykata e Tiranës i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale shkatrimi i pronës me zjarr. Veprimet e tjera procedurale u kryen nga shërbimet e këtij komisariati, të cilët ekzekutuan masën e sigurisë. Shërbimet e policisë kufitare në Morinë, si rezultati i kontrolleve të shtuara dhe i shkëmbimit të informacioneve me strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, kapën në hyrje një 32 vjeçar banues në Suare. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim për llogari të Komisariatit të Policisë Kavaj për veprat penale, dhuna në familje dhe për ndjekje. Veprimet e tjera procedurale u kryen nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Kavaj, thuhet në njoftimin zyrtar të Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës.